Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin e lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Kundër të tjera do të ndiqni. Goditja e të rrjeti i trafikut të armëve nga Kosova drejt Shqipërisë, policia arreston 8 persona, sekuestrohen pistoleta, municion luftarak dhe fara kanabisi. Analizat vërtetojnë se fëmijët në Gramsh u elmuan nga vezët me salmonela. Autoriteti kombëtar i ushqimit mbyll kopshtin deri në dezinfektimin e plot. Pronat e patundshme do të shtrenjtohen për gjatë 2 viteve të ardhshme, shtohet interesi për blerjen e apartamenteve në zonat periferike. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Një tjetër rast i trafikut të armëve nga Kosova drejt Shqipërisë u godit nga policia e kryeqytetit. 8 persona u arrestuan ndërsa u sekuestruan armë, kryesisht pistoleta dhe municion luftarak. Operacioni u finalizua pas disa muaj shetime me metoda speciale nëpërmjet blerjes së stimuluar të armëve nga agent të infiltruar. Policia shtrim tok! Këto janë momentet kur agentët e antitrafiqeve në Tiranë ndërhyjnë dhe arrestojnë disa persona të akuzuar për trafik armësh. Operacioni i koduar Puzzle, i cili nisi hetimet 5 muaj më parë, u finalizua me prangosjen e 8 personave të cilët, sipas policisë, për një kohë të gjatë dyshohet se ishin përfshirë në trafikun e armëve nga Kosova drejt Shqipërisë. Dokumentimi në këtë veprimtari kriminale për të arrestuarit u bë përmes metodave proaktive ku përfshihen përgjimet, por edhe blerjet e realizuara nga agentët e antitrafiqeve të Tiranës duke ushtirur si persona që interesohen për pistoleta të modeleve të fundit. Grupi kriminal i sillte armët nga Kosova me makinat e rastit, por dyshimet janë edhe për përdorim të autobusëve të linjave. Pistoletat e kapura shiteshin në Tiranë, Shkodër, por edhe në qytete të tjera ku çmimet varionin nga 1.500 deri në 2.500 euro. Nëse pistoletat shiteshin me silenciator, çmimi shkonte deri në 3.000 euro. Operacioni për arrestimin e trafikantëve të armëve u zhvillua në 2 lokale, në Vorë dhe Laprak. Në hetimet e deritanishme, hetuesi dyshojnë se grupi ka një bazë në Burrel për të cilën vijojnë kërkimet. Në total, në këtë grup kriminal janë identifikuar 12 persona, 8 prej tyre janë kapur në operacionin e kësaj të premteje. 2 shtetas të Kosovës, Altin Pajaziti dhe Kadri Prushi, u prangosën në muajin prill, ndërsa 2 persona të tjerë janë ende në kërkim. Në total, blut kanë sekuestruar 14 armë zjarri, 12 pistoleta, njëra prej tyre me silenciator dhe 2 automatik, 2077 fara kanabisi, krehra dhe municion luftarak, 3 automjete dhe 8 celular. Armët do të dërgohen në laborator për të parë nëse janë përdorur më herët në krime të tjera. Apeli i posaçëm rrëzoi kërkesën e të arrestuarit Florenc Shapja për të lënë qeline para burgimit. Ai është vënë në izolim për tentativën e vrasjes së Sokol Sanxhaktarit. SPAK pretendon se Shapja ka krijuar kushtet për ta ekzekutuar Sanxhaktarin, ndërsa vetë ai thotë se akuza është ngritur vetëm mbi bazën e deklarimeve të rreme të Nureddin Dumanit. Florenc Shapja u ekstradua vetëm pak javë më parë nga Dubai, mbi të rëndon edhe dënim i përjetshëm i dhënë për porositjen e vrasjes së Babe Bir, Nezir dhe Gentian Beqiri në vitin 2012, krim të cilin e zbuloi ekzekutori i tyre Erviz Bardhi, tashmë bashkëpunëtori i ri i drejtësisë. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka konfirmuar se fëmijët në Gramsh u elmuan nga vezët me salmonel. Kopshti është mbyllur deri në dezinfektimin e ambienteve, ndërsa prokuroria e Elbasanit ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Helmimi i 17 fëmijëve në Gramsh disa ditë më parë rezulton se ka ndodhur për shkak të konsumimit të vezëve me salmonel. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka konfirmuar se vezët e përdorura në kopshtin numër 1 në Gramsh kanë rezultuar të kontaminuara me salmonel. Nga analizat e akuzës më parë rezultoi se mishi i pulës dhe qumshti ishin negativ. Nga 79 persona të testuar, 17 rezultuan pozitiv, përfshirë 16 fëmijë dhe psikologen e kopshtit. Aktualisht, 6 prej fëmijëve trajtohen në shtëpi dhe ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Gjithashtu, autoriteti kombëtar i ushqimit ka pezulluar aktivitetin e kopshtit deri në përfundimin e dezinfektimit dhe analizave. Prokuroria e Elbasanit nga ana tjetër ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të infektimit. Në reagimin e saj, Bashkia e Gramshit sqaroi funksionimin e regjimit ushqimor në kopsht dhe shprehu kujdesin ndaj shëndetit të fëmijëve, ndërkohë që kërkoi zbardhjen e rrethanave nga institucionet përkatëse.
Skandali salmonelës në kopshtin e fëmijëve në Gramsh u identifikua një javë më parë kur disa fëmijë shfaqën simptoma të njëjta të sëmundjes, duke nxitur kështu dyshime tek mjekët, të cilët kërkuan analiza të mëtejshme nga ISHP. 1000 fidan kanabis janë gjetur në fshatin Libov, Shtëfieri dhe janë asgjësuar nga policia në kuadër të një operacioni antidrog. Pas kontrolleve të territorit edhe me dron, efektivët kanë zbuluar një parcel në këtë fshat ku një 63 vjeçar kishte mbjell bimët narkotike. Menjëherë policia ka vënë pranë nga 63 vjeçarin, ndërkohë që vijon puna për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë veprimtari kriminale. Gjithashtu vijojnë kontrollet për zbulimin dhe goditjen e rasteve të tjera të kultivimit të lëndëve narkotike në gjithë territorin e vendit. Të dhënat e Bankës Qendrore tregojnë se muajt që vijnë pronat e patundshme do të shtrenjtohen më tej. Agjentët e tregut vëren se ka një interes të shtuar për apartamentet në zonat periferike. Të pyetur në nëntor nga Banka e Shqipërisë, agjentët imobiliar janë shprehur se presin në rritje të çmimeve të pasurive të patundshme në vend përgjatë 2 viteve të ardhshme. Sipas vërtimit të Bankës Qendrore, çmimet e pronave në vend në vitin 2024 u rritën me 44.5%, ndërsa numri më i lartë i shitjeve të realizuara në periudhën korrik-dhjetor ishte për prona në zonat më të preferuara të qytetit. Ndërkohë, në Tiranë, aty ku shtrenjtimi ishte më i fortë, me 56% në terma vjetor, agjentët veçojnë si fenomen numrin e lartë të shitjeve në zonat periferike të kryeqytetit, çka ka sjellë edhe shtrenjtim të çmimeve përtej qendrës. Nga të dhënat e grumbulluara, vihet re se 72% e agjentëve në 6 mujorin e 2 të vitit kanë realizuar shitje pronash me çmim deri në 20% më të ulës se çmimi fillestar, pra prona është shitur më lirë. Sipas agjentëve, rreth gjysma e pronave për banim dhe atyre për përdorim tregtar të shitura prej tyre janë blerë me hua bankare që në pjesën ndërmuese të rasteve kanë mbuluar deri në 60% të vlerës. Një aksident me pasojë vdekje ndodhi në vendin e quajtur pushimi i shoferit në Divjak mëngjesin e kësaj të premte. Një automjet tip Benz i drejtuar nga një 18 vjeçar përplasi për vdekje një këmbësor. Ruhi Kurteshi, 92 vjeç, banues në fshatin Këmishtaj, po kalonte rrugën përballë banesës së tij kur u përplas nga një automjet në lëvizje. Fatkeqësisht Kurteshi humbi jetën në vend, ndërsa i riu u shoqërua në komisariat. Sali Berisha vjoi akuzat ndaj Edi Ramës, që sipas tij përdori bandat kriminale edhe në Tiranë. Kreu Demokrat foli për të ashtu quajturën hakmarrja në drejtësi, për të cilën tha se ka informuar edhe ndërkombëtarët. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vazhdoi betejën e përditshme për të bindur opinionin brenda dhe jashtë vendit se procesi 11 majit ishte farsë elektorale. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha deklaroi se edhe në Tiranë u shtrua presion mbi zgjedhësit nëpërmjet bandave kriminale. Hakmarrja për drejtësi është një bandë me degën e saj të fuqishme në Tiranë. Pavarësisht se tani për tani headquarterin e ka në Lushnjë, por në Tiranë janë eksponent kryesor të saj ndër të cilët dabullët, segmentet të bandës Shullazit dhe bandit të tjerë janë marrë ditë e natë me kërcënimin e votuesve dhe blerjen e votave. Berisha sqaroi se Partia Demokratike po shpërndan tek faktorin ndërkombëtar raportin e dytë për procesin e 11 majit, duke përsëritur se këto zgjedhje nuk do të njihen. Partia Demokratike deklaron se nuk jep kurrë të farsë elektorale. Farsa më shëmtuar e zhvilluar që nga rënja e perdes hekur gjerë sot në Europë. Ndërkaq Berisha mbështeti kërkesën e kandidatëve të Partisë Demokratike për rinumërimin e votave. Nuk kemi standardin e Edi Ramës që ndalon transparencën, atë nuk e bëjmë kurrë. Edhe para 2 ditësh, padje kam ripërsëritur udhëzimin më parshëm që çdo kandidat që kërkon transparencë të jepet mbështetja e plot nga partia. Pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri më tani kanë mbritur 4 kërkesa për rinumërimin e votave nga kandidatët e Partisë Demokratike: Ilir Ali Mehmeti, Mozad Armada, Elisandër Hoxha dhe Aulon Kalaja. Mbrëmja e sotme premton përballje dhe surpriza në fermën e VIP-ave. Vëmendja kryesore është tek nominimi, ku njëri prej konkurrentëve pritet të largohet me votën e publikut. Të gjithë e kafshët. Ferma VIP 2 vijon të jetë epicentra e emocioneve dhe surprizave në ekranin e Vision Plus, duke mos njohur asnjë moment qetësie teksa javët kalojnë.
Me konkurrent që paksohen dhe sfida që bëhen gjithnjë më të forta, loja po kalon në një fazë të re tensioni. Kështu tip kërcënuese, çfarë do kishte bëu, vetëm se jemi në kamp. Elinara, Andueli, Erandi dhe Big Basta, të cilët nuk arritën të realizonin me sukses sfidën gjatë prajmit të SHN-s, por edhe Frederik Ndoci, tashmë i nominuar i përhershëm, vijojnë të jenë në nethet e nominimit. Njëri prej tyre do të ndërpres sonte rrugëtimin duke humbur kështu mundësinë për të prekur finalen e madhe. Vendim ky që i takon publikut, i cili ende ka mundësi të votojë deri në nisje të spektaklit. Vlerësimin e merr gjithmonë për Konkurrentët shfaqin gjithnjë më qartë strategjitë e tyre të lojës, duke i dhënë edhe më shumë intensitet garës, ndërsa Ester Allushi dhe i përzgjedhuri i saj Andueli kanë shijuar privilegjet e dhomës së njëshit. Gjatë këtyre ditëve, një tjetër zarf ka mbërritur në fermë. Sfida që duket se her pas here vënë në sprov fermerët. Në fermë ka patur edhe momente tensioni, prishje miqësish, fillime të reja, por edhe momente argëtuese. Zhvillimet e fundit që kanë shtuar tensionet në ferma VIP 2, por edhe shumë momente të tjera do të diskutohen sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe në 2 kanalet dedikuara të platformës stream. Ishte i gjithçka për edicionin e lajmeve, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.